Përshëndetje. Fillova apo nuk fillova? Nuk e di. Po, pas kam filluar. Sot kemi nisur me fundjavën e përvjetorit të martesës. Siç e keni parë nga një video tjetër, në përvjetorin e martesës unë isha në Shqipëri dhe Shtefan ishte në Gjermani. Vitet e fundit më duket se kur jemi martuar nuk e kemi festuar asnjëherë në datën tamam. Gjithmonë kemi qenë të ndarë, o në Shqipëri unë, ky diku tjetër, o ky në punë unë diku tjetër, o nuk e di, por nuk ja kemi dalë asnjëherë që ta festojmë në datën 18 qershor. Kështu që këtë herë nuk thjesht të shkojmë në një restorant, të ham një darkë edhe voila, mbarovi, por po shkojmë të bëjmë një udhëtim të vogël në një zonë të Gjermanisë që është turistike, patjetër që është turistike, se po e mendoja kështu, është turistike apo jo. Po shkojmë tek Pylli i Zi. Se më pse quhet Pylli i Zi? Ka shumë pemë të errta që kanë ngjyrë të errët dhe prandaj ndoshta nga kurora e gjitha pemëve quhet Schwarzwald, pra Pylli i Zi. Ne kemi qenë një herë në Schwarzwald, kur kemi qenë një javë para se të martoheshim në vitin 2022 dhe na ka pëlqyer shumë. Kemi marrë bicikleta elektrike dhe kemi bërë shumë ekskursione me bicikletë. Do të thuar dhe ti diçka, ha? Thuaj. Gji, thuaj diçka. Mos e ha mikrofonin. Nuk do thuaj, si të duash. Ka turp. Edhe po thoja që ne na ka pëlqyer shumë dhe nuk është shumë larg. Tani do të thuash diçka. Nuk është shumë larg nga vendi ku ne jetojmë. Sa ishte 2 orë gjysmë apo më shumë? 2 orë 40 minuta. Tani Schwarzwaldi është i madh. Domethënë, nëse flasim për cepin afër nesh, është diku te 2 orë. Nëse flasim për fundin, është diku te 3 orë. Po akoma Baden-Baden është në cepin fillestar, domethënë në kufirin fillestar, kështu që po shkojmë në qytetin që quhet Baden-Baden. Baden do të thotë të lahesh. Apo jo, të lahesh në vask. Lau në vask, nëse e përkthejmë qytetin në Shqip. Lau në vask. Qa është ky për një emër me mami? Që është ky emër qyteti kot fare? Lustik, tra-la-la-la-la. Kështu që do marrim gjithë fundjavën kohë për veten tonë, nuk marrim dot shumë kohë se kemi një beb të vogël, po për familjen tonë. Kështu që gjithë 2 ditët e fundjavës do jenë të përmbledhura në këtë vlog, nuk është se do bëj 2 vlogje. E tani kemi dhe 1 orë rrugë, 58 minuta. Kemi bërë gati 1 orë gjysmë, Kiani ka fletër, po mos më gërvisht, mos e më vrave. Ka fletër, tani do ndalojmë patjetër diku që të ham dhe mëngjes, se ora është 9:20, të ushqej dhe unë djalin, të bëjmë edhe një pauzë të vogël. Qëndroni me ne në këtë fundjavë të përvjetorit tonë. Tani. Ja, më mire ham mikrofonin se sa themi diçka. Sa po arritëm në qytet, jo tek qyteti ku ne kemi hotelin që duam të bëjmë pushimet, por duke shkuar për tek qyteti jon, ndaluam këtu në qytetin e Landau am Fels? In der Pfalz. Rheinland-Pfalz. Ich dachte wegen dem Fels, weil es so hier Felsen gibt.
Edhe duket që jemi shumë afër qendrës, po shkojmë tek qendra ku është vetëm për këmbësor. Dhe do ha mëngjesin këtu, do bëjmë një pauzë, do ushqej djalin. Dhe pastaj mbase pam një kopër zoologjik, mbase shkojmë te kopshti zoologjik. Kiani nuk ka qenë asnjëherë në kopshtin zoologjik dhe unë nuk e di sa vite kam që nuk kam qenë më. Kështu që do t'ju tregojmë çfarë do ha mëngjes. Edhe nuk besoj se do ta shikojmë gjithë qytetin, por do shikojmë pjesën kryesore që është patjetër gjithmonë qendra dhe qyteti i vjetër. Unë jetë kjen? Sa po ullëm në një kafe këtu, shpresoj Kiani mos arri kamerën. Kemi porositur mëngjes, çfarë porosite për mua? Vezë? Çfarë tjetër? Was du wolltest. Mit Brot und Butter? Natürlich. Okay. Unë kam porositur një vezë me bukë edhe me gjalp, edhe Stefani ka haruar të më porosisi kafe. Das reicht völlig aus. Stefani ka haruar që të më porosisi kafe. Kianin sa po e ushqeva, është ullur në karike tani dhe bën Kur ja vroj mikrofonin do ta haj, jo të thot diçka. Po do ta mësojmë në vazhdim. Do ha mëngjesin këtu qyteti deri tani se sa po hyrëm, ulëm njërë direkt që të hanim diçka edhe unë shkoja në tualet, duket shumë i lezetshëm. Ka një market perimesh një çik më vonë, do ta shikojmë. E ti do e shikojmë nëse do shkojmë te kopshti zoologjik apo jo, sepse Kiani s'ka qenë asnjëherë si shtar dhe unë ka vite që nuk kam shkuar më. Ashtu, si ndjesh që je 4 vite i martuar me mua? Ta kam bërë jetën tmerr? I lodhur. Çfarë të lodh më shumë? Ja, se man jam shumë i lumtur me të. Po, tash po. Ja futi kot. Si thaj, ti zemër para 7 vitesh nuk kishe asgjë. Tani ke një grua që të çan kokën. Një grua që të lodh, ke shumë strese, ke 2 kredi. Kështu që të kam sjell shumë. Kjo çdo gjë fal meje. Thuaj faleminderit. Faleminderit. Të ha mëngjes tani. Po, mami e ka bërë këtë. Të ha mëngjes tani edhe pastaj do ju updatoj. Këto janë mëngjeset tona, shikoni sa mirë që duken. Unë kam vezë me djathë dhe Stefani e ka me bacon. Edhe këtë mëngjesin këtu që qënë ka me fruta shumë i mirë duket. Na bëftë mirë. Sa po mbarua mëngjesin, bëra një outfit check për sfidën që kam në TikTok dhe në Instagram. Dhe tani duhet të gjej Stefanin tek sheshi i qytetit që ka një market perimesh. Shumë i lezetshëm për të bler gjërat e javës, perimet, fruta. Njësoj është edhe në qytetin tonë në fakt. Kjo është një gjë shumë gjithmonë për qytetet gjermane të shtunave ka pazar. Hast aber Glück, Selma. 2 Minuten länger wenn. Tani po largohemi nga qyteti. Nuk është se e pam gjithë qendrën, sepse ne ndaluam vetëm për një. Por kaq sa pam ishte një qytet shumë i lezetshëm, i vogël, i bukur. Wohin gehen? Pa. I lezetshëm, i vogël, i bukur, i gjetë të gjitha gjërat afër. Shkova dhe në farmaci, mora një krem për dhëmbët, për mishrat e dhëmbët të Kianit. Dhe gjithashtu edhe diçka për temperaturë, nëse se i ka dhëmbët gati duke i plasur dhe nuk i kisha marrë kështu suposto me vete për temperaturën. Tani do shkojmë tek makina. Do heq takat unë se patjetër që doja të vishja taka, që të bëja një outfit check.
Do vesh këpucët e sheshta dhe do shkojmë në kopësht zoologjik për herë të parë me një bebe. Morëm makinën edhe erdhëm këtu tek kopshti zoologjik. Në fakt, edhe nëse nuk do e kishim marrë makinën, do kishte qenë shumë okej, sepse kopshti zoologjik ishte shumë afër në këmbë, por ne e kuptuam vetëm kur nisëm navigatorin që ishim shumë afër. Gjithsesi gjetëm një vend parkimi shumë të mirë këtu. E levëm djalin me krem dhe tani është koha për të ikur. Duhet të ecim vetëm pak për të shkuar tek hyrja e kopshtit zoologjik, edhe jam kurioze të di se çfarë kafshësh ka, sepse siç ju thash, në Trier ne nuk kemi kopsht zoologjik, kemi disa kopsht të kohës së lirë që ka disa kafshë, por jo kopsht zoologjik në kuptimin e mirëfill të fjalës. Kështu që le të shkojmë ta shikojmë. Kjo është hyrja e kopshtit zoologjik, të shikojmë sa janë çmimet, se erdhëm neve po qevi një 25 këtu, nuk besoj se na intereson. Anyway, let's see. Sa po hyrëm në kopshtin zoologjik, bileta ishte 12 euro, kurse për fëmijët, për babyn, nuk e di deri në çfarë moshe, ishte falas. Kështu që gjëja e parë që po shikojmë është një deve, që nuk po e shikojnë dot se na ka kthyer kurrizin. Ku është? Ja kam bërë ambientin tamam me rërë si në shkretë të tjera. Ja kushtë. Shikoni, një bebe vodke dhe këto janë kështu si tip ndërkuca të vegjë. Zima, doesn't matter dhe gekommen. Oj, sa të bukur, shikoni. Mund t'i mbash në shtëpi e gjasë. Sa bukur. Kemi flamingot. Shikojni, sa të bukura janë. Zoq shumë të bukur. Kanë edhe pjesën e tyre të ujit. Po kërkojmë për tigrin këtu. Ka një tigër. Nuk e di. Në kjo rruga këtu, sa e bukur. Rrugë me dispemëve e lartë. Shkojnë. Edhe pinguinët, ja ku janë, shika sa të bukur. Ka lloje të ndryshme, janë shumë cute. Shive si ecën. Shu kam ecur unë kur isha 7 zënë, si pinguin. Nice. Me qëra fjalla, i kam hequr takat, ja. Mbaruam vizitën tek kopshti zoologjik, pse më shikon brekjen? Siç thash, ishte 12 euro për person. Kopshti zoologjik ishte shumë i lezetshëm, i bërë shumë bukur, normalisht që unë nuk e xhirova të gjithën, sepse doja që edhe ta shijoja. Cila kafshë më bëri më shumë përshtypje? Po, ishte një kështu si lopë e madhe me brirët, nuk e di. 1,5 metër mund të ishin brirët, domethënë shumë të trashë dhe të gjatë, të mdhenj. Disa i kishin si të kthyera brirët dhe disa i kishin kështu të drejta. Ajo më bëri më shumë përshtypje. Cila kafshë të bëri më shumë përshtypje, Stefan? Cila kafshë ty të pëlqen më shumë ose të bëri përshtypje dish beeindruckt oder? Welches Tier? Ja. War eindrucksvoll. Die Affen. Die Affen? Ja, die sind cool. Jo, shimpanzeja, po edhe ato majmunët e tjerë që lëviznin shumë shpejt në për atë pemët, në për atë, si të thuash, kafazin që ishte krijuar, shumë të bukura ishin. Okej, tani jemi në makinë, kia një fleti, ne pivëm një pija aty tek restoranti, tani jemi nisur, kemi dhe
43 minuta për të shkuar tek hoteli jonë. Do përpiqemi të shkojmë direkt tek hoteli që të bëjmë check-in-in, sepse ndoshta na lën që ta bëjmë check-in-in në orën 2:30. Zakonisht check-in-i bëhet në orën 3, diçka e tillë. Mirë po, mbase nga që jemi me bebë na lejon. Kështu që kur të jemi tek hoteli do lajmërohem. Oj, da können wir Schauspiel. Oh, Kian, das für dich. Hallo. Hallo. Sag mal, probiert. Sa po arritëm në hotel, do t'ju të bëj një room tour, sepse hoteli që ka zgjedhur Stefani është shumë i bukur edhe duhet t'i japim kreditet që meriton. Atëherë, hoteli quhej Schwarzwald Rose? Nuk e di, do t'ja vendos poshtë. Zonë. Okej, dhe kjo këtu është hyrja. Kiani dhe babi po më xhirojnë. Quhet Schwarzwald Zone. Po ju tregoj një herë dhomën se që nga shumë e bukur. Po, të t'ja tregojmë Kian. Këtu është toaleti, shumë i bukur, i thjesht, po amani ka të gjitha gjërat. Vazhdojmë, këtu kemi komplet një garderop. Dhe këtu është dhoma. Kemi krevatin e mamit dhe të babit, që është shumë i mirë, po nuk e di nëse të treve do në nxej, se Kiani flet tek ne. Edhe këtu është krevati i Kianit. Kemi një kënd shumë cute këtu. Dhe na kam pritur me moll dhe ëmbëlsira, që do t'i haj direkt sepse jam e lodhur. Edhe një kartë mirëseardhje, ku janë edhe këto restorantet që kemi direkt afër për të shkuar edhe për të darkuar. Një sekond, dhe këtu e ke tregove që kemi këtu që bëjmë çaj edhe kafe të gjitha gjërat. Dhe ky është hoteli, po do t'ja u tregoj edhe jashtë kur të shkoj. Pra Schwarzwald Hotel Zone në Baden-Baden. Prita shikojmë se zakonisht në për frigoriferet nuk ka asnjëherë asnjë gjë. Ka frigorifer këtu? S'ka. Po kemi për të futur lekët. Pse s'ka frigorifer zemër? Edhe fillashia? What? Naja. Kanë kërçank. Edhe balkoni që për mua është gjëja më e bukur. Oh, zemër! Është edhe një lumë, shiko sa bukur! Dëgjoj zhurma! Oh, sa nice! Do bëjmë ca foto të bukura këtu. Fantastike. Shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Ta nxjerrim karrocën e Kianit këtu dhe ta vëmë në gjumë. Okej, tani do çlodhemi pak, do bëhemi ganti dhe do gjejmë një vend të mirë për të ngrënë diçka, se po na ka poria. Mobilje ose i rregulluar sipas një hoteli gjerman, ëh zemër? Mund të themi që është një hotel tipik tradicional gjerman, domethënë i mobilimi. Edhe ka për shembull shumë objekte të vjetra, ka për shembull këto brirët e drerit, që është super tradicional për një hotel gjerman. Si që shikoni edhe këtë kafen, lokalin, restorantin i ka me kështu kënde, divanësh shumë të bukura, pasqyra, objekte të vjetra. Unë jam dëruar. Kam marrë outfitin tjetër. Nö, wir sind nur gerade ein bisschen am Umgucken. Ja. Sehr schön. Wenn wir später Genau, also wie gesagt, also ich bin bis um 17:30 bin ich auf jeden Fall da. Können Sie einfach hier aufmachen, es wird von lokalen Biere. Kann ich sagen, Wenn Sie was wollten, schreiben Sie es auf, eben wenn wir dann im Falle, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht mehr da sind, einfach rausnehmen und hier Platz neben Terrasse draußen nach oben mitnehmen auf den Balkon. Genau. Vielen Dank. Sehr gerne. Eine sehr schöne Hotel. Danke. Ja. Ja. Dankeschön, Frau Mauer. Sehr schön eingerichtet. Shikoni dhe pjesa e hyrjes. Hallo. Pjesa e hyrjes këtu. Me shumë
kënd të lezetshëm këtu me makinë, me sha, shumë bukur. Da t'ja tregoj edhe jashtë. Edhe këtu mund të ulemi, të pim diçka. Edhe më pëlqeu shumë fakti i besimit. Këtu nuk është se ka 24 orë në recepcion, por tha që mund të merrni çfarë pije të doni dhe thjesht ta shkruani, Das war schon eine Vertrauen, also schreib einfach auf, was ihr trinkt. Das finde ich sehr schön. Si thash, tha që thjesht merrni çfarë të doni, pijeni dhe jemi në rregull. T'ju jap edhe një pamje të hotelit, shiko sa bukur që duket nga jashtë. Çfarë? Më lasem Fadrin. Tani do shkojmë, sepse gjetëm një vend shumë të bukur në restoran për të ngrënë. Një ardhur në një vend shumë të bukur, thjesht po ju them, dhe tani do ta kthej kamerën dhe nuk ka pse të them asnjë lloj fjale, sepse është një vend shumë i bukur. Hier zu kaufen. Sa bukur. Sehr schön. Sehr schön kaufen. Entschuldigung, Vorsicht. Kein Problem, ist schon durch. Kein Problem. Sei bukur. Sollen wir auf den Biergarten gehen, Süße? Ja, oder? Ja. Hier ist ja auch schön, aber... Hallo. Sei bukur restaurant. Bira është pa filtruar dhe është bërë vetë këtu me ujë nga lumi dhe ne që provon të flejgjum në okeani. Dhe për ne që vetëm ka një ujë. Was heißt langweilig? Immersitu? Mërzitshme. Si? Mërzitshme. Immersichtme. Gesur. Oh mein, riecht so gut. Ein bisschen Wasser auch einschenken? Hab ich doch schon. Meine auch. Ushqimi ishte shumë i mirë, por nuk u ngopa sepse ishte një porcion i vogël. Ose kisha unë shumë uri, ose nuk e di, mbasi ishte porcioni vërtet i vogël. Por nga ana tjetër, tani që kam kaluar disa minuta, po ndje më e ngopur, po unë tani e porosita edhe një ëmbëlsirë për të ardhur, thoshte që është goxha e madhe dhe duhet ta ndash me një person tjetër, shpresoj Shtefani të më ndihmoj, po ky nuk i pëlqen shumë ëmbëlsira, kështu që do shikoj. Jani po flegjum, është sjellur shumë mirë deri tani këtë rrugës, në hotel luajtëm. Këtu po ham, është sjellur shumë mirë. Pasi të mbarojmë e pat, unë ndrova outfitin, po do t'ja tregoj sapo televizin që këtu është një vend shumë i bukur. Si quhet zemër vendi, më fal? Gerold Sauermühlen Kiosk. Po ja. Ja. Është një vend shumë i bukur. Dhe unë flas në mikrofon dhe nuk e kam ndezur. Një vend shumë i bukur, është direkt në ujë, do t'ja u tregoj pak edhe mullirin e ujit, sapo zemërzoli isha ein bisschen da filmen. Po dal t'ja u tregoj pak se sa bukur që duket mulliri, edhe kjo ura që ju thash është plot me lule nga të dyja anët. Është edhe një kënd lërash këtu për fëmijët, që fëmijët të luajnë, prindërit të hanë rehat. Shikoni.
Besoj kjo këtu është një zonë shumë e njohur. Shikoni sa bukur që duket ura. Dhe mulliri është këtu. Mbase duhet shkoj më afër që ta filmoj. Shikoni? Edhe këtu është lumi, po shikoj atje një kanal që është devijuar për të vënë në lëvizje pikërisht edhe mullirin. Kemi lule nga të dy anët, shumë bukur. Mendova dukeshin që atje te kafja shumë më ulet këto lulet këtu. Dhe mendova të bëj një outfit check tek ura, por nuk e dija do t'ja dal. Ja ta shikojmë. Kjo këtu është ëmbëlsira që porosita unë që nga shumë e madhe. Nuk e di si do ja dal, se Kiani nuk e lejojt akoma të na ndihmoj, për ndryshe nuk do kishte asgjë kundër. Na bëf të mirë, inshallah ja dalim. Shlak. Shmat quhet kjo, me akullore, me reçel dhe me shllak. Shllak. Pasi mbaruam drekën, shkuam pak në hotel. Blevëm aty tek kishte një si market për të bler ai restoranti. Dhe blevëm kos, blevëm lule shtrydhe edhe një buk. Edhe i dham Kianit pak përshesh me kos edhe lule shtrydhe. U ndruam, u veshëm në sportive dhe jemi nisur tani për të bërë ecje. Do shkojmë të shikojmë disa çfarë i thon Zema në shqip. Hallo. Gute Frage. Das ist der Weg zu den Wasserfällen, oder? Okay. Danke. Danke. Das sind auch so Geschilder. Okay, danke. Për tek ujvarat, ka disa ujvara dhe është një... Oh, shko sa bukur Zema. Shko sa bukur ata të dy aty. Hajde, hajde. Tash do shkojmë të shikojmë ujvara. Dhe ka disa ujvara. Duket që do jetë bukur. Paktën kështu na thanë. Stefani e ka marrë Kianin me kangur, por e ka vendosur me fytyrë nga para. Është hera e parë për Kianin që po ulet me fytyrë nga para, sepse akoma unë nuk kam dashur ta vë me fytyrë nga para. Pritemi. Ja. Po thoja që Kiani është për herë të parë me fytyrë nga jashtë edhe po e feston aq shumë. Shiko sa bukur. Gëzohet se shikon çdo gjë. Kështu, kur t'jemi te ujvarat, nëse do jenë të bukura, patjetër që do marr pak. E pastaj do shkojmë pasi të pimë diçka në një restorant aty afër dhe kështu do ta mbyllim ditën për sot. Wie schön es ist. Sa po pyetën disa njerëz, dhe këto janë ujvarat, këto të voglat, ja. Një këtu, një aty. Nuk ka ujvar si që dim neve që ujë që bjen nga shumë lart. Hajde, hajde. Ja, njëra që nga qik me madhe. Njëra po zemra, jo po. Kjo e një ujvar ke voçkëll. Po të tjerat nuk qenë ujvara. Ndoshta nga që të gjithë lumenjtë këtu janë të kanalizuar, edhe nuk ka fare kështu. Para se të flinim, doja që ta mbyllja këtë video, sepse zakonisht më ndodh shumë shpesh tani që mbas ditë varet se si e ka humorin Kiani, edhe unë duhet të filmoj, pastaj harroj se ndoshta qanë, edhe përtoj të ngrihem të marr kamerën ose jam shtrirë me atë në krevat që të flete ai, edhe në përfundim harroj si ta mbyll, kështu që po e mbyll videon këtu. E di që në fillim të videos thash që do bëj vetëm një video për të gjithë fundjavën, por besoj që do dali shumë e gjatë, edhe këtu është kaq bukur, ka shumë gjëra për të parë, sa domethënë vetëm një ditë që ne kishim, daluam në Landau, shkuam në kopshtin zoologjik, shkuam tek ai mulliri i ujit, shkuam për shëtitje, shkuam për të pirë, edhe
Te hoteli gjithashtu është shumë e... Do dilte video shumë e gjatë, ka shumë gjëra për të parë dhe aq më tepër që morëm hartën e qytetit të Baden-Baden edhe ka kaq shumë gjëra për të parë. Këtu është kazinoja më e madhe apo më luksoze e Europës. Europës zemër, kazinoja e Europës. Shtefani është i varur nga rilsat. Unë i flas ai nuk më përgjigjet. Më fal. Hiç nuk të fal. Je vetëm në telefon. Ja, maar het heeft met u, met Noor. Po, Jo, por zotin. internet. Po të flisja aty, po të pyesja çfarë kazinoja është më e madhe në Europë apo në Gjermani. Këtu. Çfarë? Die, shumë shëpishë. Nuk të dëgjoj njeri se e ka mikrofonin këtu, kështu që mos fol kot. Cila kazino është këtu? Kazinoja më e madhe, Jo, maar madhe van më luksoze, më e bukur. E kujt, e Europës apo e Gjermanisë? Ja, Europës. Me vërtet? Pse nuk ka në Monaco më të bukura se këtu? Ose në Saint-Tropez? Kot pa lidhje. Duket se ja ka futur kot Stefani. Gjithsesi, ka kazinoja që është shumë e bukur për ta parë. Ka një rrugë që është me muzikë live ku dëgjon. Po pra, por kush e thot që është më e bukur? Ti e thua apo e thon njerëzit? Ha? Thua ti që ajo është më e bukur apo thon njerëzit? Ti. E bukur është, po kush e ka cilësuar që është më e bukura në Europë? Kan me zuar, zeg maar. Ke lexuar, okay. Gjithsesi ky Kijk er eens nog maar aan. Hey. po e bukur me zemër është, po unë nuk e di si i duken ato në Monaco për shembull. Monaco ka shumë lek. Laten we dus even. Nuk është Evropë. E ke fjalën kontinentin e Europës apo bashkimin evropian? Sepse në kontinentin e Europës është. Se ka parë ky kazinon te Plaza. Nuk e di se si është gjithsesi. Dhe po e mbyll videon këtu, po e thosha sepse nesër kemi një tur për të bërë në qytetin e Baden-Baden dhe ka kaq shumë për të parë, sa që mendova ta bëja një video ndarazi se përndryshe do dilte shumë e gjatë. Kjanin e vurëm në gjumë, ishte sot shumë i egzaltuar, sepse dolëm edhe se thash për herë të parë vurëm në kangur me fytyrë nga para dhe mbase ishte gjithë bota kështu. Gjithë kohën para ti, nuk është se kishte një... Unë edhe në karrocë mbaj me fytyrë nga unë nuk e mbaj në fytyrë që të shikoj komplet. Kështu që mbase ishte qef për atë sa i e kënaqej shumë, shikonte çdo gjë, i loste duar dhe këmbkat, po pastaj mezi fleti se kishte shumë informacion për të përpunuar, kështu që nuk do ta bëjmë më këtë gabim derisa të mbushë djalit pakte 1 vjeç. Është bukur për fëmijën, po pastaj është e lodhshme për ata se marrin shumë informacione, shumë stimulime nga jashtë. Kështu. Atëherë, kjo dita e përvjetorit të vonë ishte shumë e bukur. Unë akoma nuk kam një dhuratë për përvjetor, Stefani e mori dhuratën e tij. Unë akoma nuk kam një dhuratë, po mbase e ka surprizë për nesër Stefani. Ku është dhurata ime? Po këtu jam dhe unë. Këtu paguaj dhe unë. Po ku është dhurata ime personale? Kjo është dhe për ty, jo vetëm për mua. Ti e more dhuratën tënde? Unë bëj ty dhuratë. Jo. Mbaj don papa rumin don papa zemër. Nuk është për... Është për përvjetorin, për Zotin. Për Zotin, pse për çfarë është? Për qeft. Qojmë se besoj e ka dhuratën do ma japi nesër. Vësha ka gjithsesi kjo këtu është dhurata më e bukur se është kohë shumë e bukur me familjen cilësore, kështu që thjesht dua që ta ngacmoj. Shihemi në videon tjetër dhe mos harroni, nëse keni mundësi, hajdeni në këtë pyllin e zi Schwarzwald këtu në Gjermani, sepse është vërtet një vizitë, jo vetëm një, është era dytë për ne që vinë, por është 1, 2, 3 ku dëgjon se sa vizita e vlefshme, vërtet, është worth it. Ciao.